3 ish polic dërgohen për gjykim nga prokuroria e posaçme, pasi dyshohet se i kanë shërbyer një grupi kriminal, duke u bërë edhe vetë pjesë e tij. Erdit Azizaj, Shkëlzen Ruska dhe Ervis Ali Sinanaj akuzohen nga SPAK se kanë shpërdoruar detyrën duke lejuar transport dhe trafik droge, në një rast në pikën kufitare të qafbotës. Nga tërësia e provave të administruara, rezulton se të pandeurit Erdit Azizaj, Shkëlzen Ruska dhe Ervis Ali Sinaj në vazhdimsi gjatë vitit 2020 në kundërshtim me detyrimet ligjore dhe funksionale, si punonjës të policisë së shtetit, kanë kryer veprime dhe mosveprime që kanë cënuar rënd funksionimin e rregullt të strukturave policore, duke mos ndërmarrë masa për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në kultivimin dhe trafikimin e narkotikëve apo veprime të tjera të kundraligjshme. Episodi i marsit të 2020-s përfshin sasi marramendse kanabis sativa 1 ton, ndërsa 4 ton ishin në formë çokoladate e vaji. Vlera e saj shkonte në 1.7 milion euro, por përfundoi e sekuestruar nga autoritetet helene në duart e 2 italianëve që po ashtu janë dënuar nga Greqia. Por SPAK tregon edhe një tjetër rast të trafikut të drogës. Kur antarët e grupit arrestoheshin nga agjencitë e zbatimit të ligjit, antarët e tjerë interesoheshin për ndihmën ekonomike të personave të arrestuar dhe sigurimin e mbrojtjes në proceset gjyqësore. Sipas hetimeve, antarët e këtij grupi të strukturuar kriminal kishin krijuar kontakte dhe lidhje shoqërore me punonjës të policisë së shtetit për të bërë të mundur vijimsinë e aktivitetit kriminal. Prokuroria e posaçme bën të ditur se ky procedim penal është i ndarë nga i kryesori, ku të hetuar janë pikërisht grupi kriminal që kultivonte hashash. Gjatë viteve 2019-2021 në zonën Tepelen Gjirokastër, organi procedues tregon se grupi kriminal ka mbjellë kanabis sativa që u zgjysua nga policia e Gjirokastrës.